Surja Et Tegabun, Medinase, 18 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Allahun e përlëvdon gjithçka që gjendet në qiej dhe në tokë. Atij i takon pushteti e pror dhe lavdia. Ai është i fuqishëm për çdo gjë. Është ai që ju krijoi juve, e megjithatë, disa prej jush janë mohues e disa besimtar. Por Allahu e sheh mirë çdo gjë që bëni. Ai i ka krijuar qiejt dhe tokën me të vërtetën. Ju ka dhënë format tuaja dhe ju a ka bërë ato të bukura. Të gjithë tek ai do të ktheheni. Ai di gjithçka që përmbajnë qiejt dhe toka. Ai i di të fshehta tuaja dhe ato që i bëni haptazi. Allahu i di të gjitha ç'keni në zemrat tuaja. A nuk keni dëgjuar për ata që kanë mohuar më parë dhe i kanë shijuar pasojat e veprave të tyre? Për ata do të ketë dënim të dhëmshëm, sepse kur të dërguarit e tyre sillnin prova të qarta, ata thoshin: Vallë, vdekatar si ne do të na udhëheqin? Dhe kështu mohuan e ja kthyen kurrizin besimit. Por Allahu nuk ka nevojë për ata. Allahu është i vetëmjaftueshëm dhe i denjë për çdo lavd. Mohuesit kujtojnë se nuk do të ringjallen kurse si. Thuaj ju: Po për Zotin tim, me siguri që do të ringjalleni e pastaj do të njoftoheni për atë që keni bërë. Dhe kjo është e lehtë për Allahun. Prandaj besoni në Allahun, në të dërguarin e tij dhe në dritën, Kur'anin që ju kemi zbritur. Allahu e di mirë çdo gjë që bëni ju. Dita kur ai do t'ju mbledh, dita kur të gjithë do të grumbulloheni, do të jetë dita e humbjes dhe fitimit. Atij që beson në Allahun dhe bën vepra të mira, Allahu do t'ia falë gjunahet dhe do ta shpjerë në kopshte në për të cilët rrjedhin lumenj e ku do të qëndrojë përgjithmonë. Kjo është fitoria e madhe. Ndërsa ata që nuk kanë besuar dhe i kanë mohuar shpalljet tona, do të jenë banor të zjarrit ku do të qëndrojnë për herë. E sa fundi të mërshëm është ai. Çdo fatkeqësi që i bie njeriut, ndodh me vullnetin e Allahut. Ai ja udhëzon zemrën kujt do që i beson atij. Allahu di mirë çdo gjë. Bindjuni Allahut dhe bindjuni të dërguarit. Nëse ju i ktheni shpinën të dërguarit ton, dijeni se ai ka për detyrë vetëm që t'ju shpjegoj qartë. Allahu është i vetmi Zot i vërtet. Prandaj, vetëm tek ai le të mbështeten besimtarët. O besimtar, në të vërtet, ju keni armiq në radhët e grave tuaja dhe të fëmijëve tuaj. Andaj, ruajuni prej tyre. Por, nëse nuk i vini re fyerjet e tyre dhe u afalni, ta dini se Allahu është vërtet falës dhe mëshirë plot. Pasuria dhe fëmijët tuaj janë vetëm sprov për ju. Allahu ka shpërblim të madh. Prandaj, friksojuni Allahut sa të mundeni. Dëgjoni, e binduni dhe shpenzoni për bamirësi në të mirën tuaj. Ata që e ruajn veten nga lakmia e saj, pikërisht ata janë të fituarit. Nëse i jepni Allahut një hua të bukur, ai ju a kthen shumë fishat dhe ju fal. Allahu është mirënjohës
dhe nuk nxiton në dënime. Ai është njohësi i të padukshmes dhe së dukshmes, i plot fuqishmi dhe i urti.